Gjatë ndeshjes mes Shqipërisë dhe Serbisë në stadiumin Arena Kombëtare në Tiranë, flamuri i UÇK-s u largua në disa raste nga policia, ndërsa edhe tifozët që e kishin të stampuar në fanellë u ftuan që ta hiqnin. Organizata e veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka reaguar ashpër duke thënë se një veprim i tillë është prekje e dëshmorëve. Na dhem zemra o nana Shqipni, kur preket flamuri i UÇK-s, preket gjaku i dëshmorëve tanë, preket amaneti i tyre, preket liria për të cilën ata ranë. Ai flamur është varri i atyre që s'u kthyen kurrë, është kujtimi i atyre që jetojnë për herë në ndërgjegjen tonë. Të na thuhet se nuk ka vend për të në tokën shqiptare është një therrje në shpirt për çdo familje dëshmori, për çdo luftëtar, për çdo zemër që rreh shqip. Nuk kërkojmë asgjë më shumë veç se respekt për ata që s'kërkuan asgjë përveç lirisë sonë. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, jo me mblef, por me zemër të thyer, kërkon ndjeshmëri e kujdes, sepse kjo nuk është politikë, është kujtesë dhe kujtesa është e shenjtë, shkrua NoVL në reagimin e saj. Huliganët shqiptar nuk patën mëshirë, kështu titullon media serbe Pink artikullin e raportimit të ndeshjes mes Shqipërisë dhe Serbisë në Tiranë, të mbyllur me rezultatin 0-0. Takimi ishte pjesë e kualifikimeve për kampionatin botror të futbollit, por përfaqësoi më shumë se një sfidë sportive për shumë kënd. Një provë nervash, profesionalizmi dhe vendimarrje arbitrare. Sipas raportimeve të mediave serbe, atmosfera në Tiranë ishte e ndezur dhe në disa raste jashtë kontrollit. Lojtarët e përfaqësuese së Serbisë u goditën 5 herë me objekte nga tifozët vendas, duke quar në ndërprerjet e herpashershme të ndeshjes. Mediat serbe e cilësuan sjelljen e tifozëve shqiptarë si të tmerrshme dhe kritikuan ashpër arbitrin e takimit për mosmarrjen e masave të ndërprerjes. Sipas të gjitha kritereve të UEFA-s, arbitri duhej të boshatiste tribunat ose të ndërpriste përfundimisht ndeshjen. Shkruan një nga portalet kryesore serbe duke shtuar se nëse ngjarja do të kishte ndodhur në Beograd, do të ishte pamundur që ndeshja të vazhdonte. Edhe pse pati disa episode të hedhjes së sendeve në fushë, sjellja e tifozërisë shqiptare nuk krahasohej me atë të huliganëve serb në takimin famkeq të 11 viteve më parë, ku tifozët hyrën në fushë dhe goditën lojtarët e kombëtares tonë, shkruan ndër të tjera media serbe. Të martën orën 20:45 në Skonto Stadion në Riga, Letonia dhe Shqipëria do të përballen në duelin e ratës të grupit K kualifikues të Kupës së Botës 2026. Në këtë përballje, kombëtarja jonë do të ketë një mungesë të madhe, atë të kapitenit e Berat Gjimshiti, që ndërmbrojtësi u ndëshkua me karton të verdhë në minutën e 19 në barazimin 0-0 kundër Serbisë, teksa ka plotësuar numrin e kartonëve që lë jashtë në takimin e radhës. Trajneri Silvinho ka zbuluar se cili do të jetë zëvendësuesi i kapitenit me Adrian Bajramin e Benficas që duket gati, edhe pse ndeshja kundër Serbisë e çoi atë në tribunë. Mungesa e Gjimshitit, duhet të shohim gjithçka, tani kemi 5 mbrojtës bashkë me Adrian Bajramin, që po më çmend, po luar shumë mirë, ai do të shkojë pas ndeshjes në SBA për të luajtur me Benfica në botror. Kemi lojtarë dhe është mirë për zgjedhjet, do të bëjmë stërvitje të shohim. Kemi shpenzuar shumë energji, tha ndër të tjera Silvinho pas ndeshjes, e cila u mbyll në barazim ndaj